këtu nuk bëhet diskutimi me Serbinë, diskutojmë me shtetet të tjera. Nuk kemi planifikuar asnjë takim me Vučićin sepse këtu nuk bëhet diskutimi me Serbinë, bëhet në Bruksel dhe ky është forum multilateral, siç e dini, ku marrin pjesë më shumë se 40 shtete evropiane. Megjithatë, këtu diskutojmë me shtetet të tjera, me partnerët tanë dhe do të kem takime bilaterale me disa prej shteteve anëtare, sidomos disa që nuk i kam takuar moti ose si kam takuar asnjëherë sepse ka lider të ri që janë zgjedhur në krye të disa shteteve dhe kryesisht aty është fokusi sot sepse me shumicën ndërmuese të liderëve po më bjen të takohem thuajse çdo javë, nganjëherë edhe më shpesh, por fokusi është që të shtyjmë përpara interesin e Republikës së Kosovës. Po përfaqësuesja Kallas do të vinë në Kosovë javën që vjen, fatkeqësisht unë do të jem në një vizitë shtetërore jashtë Kosovës, që është edhe arsyeja pse kemi lënë që të takohem me të sot, që të diskutojmë ato që kemi pasur të diskutojmë në Prishtinë dhe do të jetë një takim i rëndësishëm sepse ndër të tjera do të diskutojmë edhe cilat janë qëndrimet e Republikës së Kosovës në përgjithësi për rrugën tonë evropiane, por edhe për procesin e dialogut.